Bazat ekonomike e politike të shtetit të mirëqenies sociale ishte tema kësaj jave në Akademinë e Leadershipit Rinor, organizuar në qendrën Arka, ku i ftuar ishte profesori i njohur i ekonomisë dhe financave Ardian Civici. Gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë, ai u ndal tek historiku i zhvillimit kësaj teze, por duke mos munguar shembujt mbi realitetin shqiptar dhe rrugëzgjidhjet për të kapërcyer krizat e mundshme. Nëse flasim kuptimin e gjerë të shtetit mirëqenies, nuk është thjesht një shtet që krijon ose tenton të krijojë mirëqenie, por një shtet që e shpërndan mirëqenien në mënyrë të barabartë, që krijon oportunitete për të gjithë të rinj, dhe mendoj që kjo është edhe një nga pikat më negative që ne kemi sot, pamundësia dhe vështirësitë sidomos të brezit të ri dhe për t'u kualifikuar në nivele cilësore, por dhe për t'u integruar shpejt në tregun e punës. Largimi i rinisë drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe kriza politike janë dy faktorë që ndikojnë rënd në situatën aktuale që ka vendi ynë. Ekonomia është vështirë që të vlerësohet bardhëzi, në kuptimin është vetëm mirë ose është vetëm keq. Unë mendoj që natyrisht një rritje ekonomike 4% që ne kemi sot është pozitive për Shqipërinë, sepse e përkthyer në shifra, po përdor shifrat në euro, është rreth 500 milionë euro më shumë çdo vit nga ripërtëritja e ekonomisë shqiptare. Po problemi kryesor është që ne akoma kemi një nivel të lartë pabarazie, një nivel të lartë varfërie, sidomos për shumë zona të vendit dhe për shumë shtresa sociale, dhe ajo që është më shqetësuese është në raport të padur me vendet e rajonit kemi produktivitetin më të ulët ekonomik, çka nënkupton që ritmet e zhvillimit që ne duhet ndjekim, jo vetëm për të integruar në Bashkimin Evropian, por edhe për të barazuar, si thosh, me vendet e rajonit, duhet të jenë shumë më të larta se kaq. Dhe pastaj që ti kesh këto rritje zhvillimi, duhet vinë që nga politikat e mira makroekonomike, ekonomike, fiskale, deri dhe ke klima e biznesit për të rrequr sa më shumë investimet tuaja dhe për t'u integruar. Pra, mendoj që thelbi i problemit që kemi ne sot është klima e biznesit dhe mbi të gjitha konfliktualiteti i klimës politike që ka spostuar çdo lloj vëmendje ndaj ekonomisë dhe ndaj zhvillimit. Akademia e Leadershipit Rinor është përqendruar në zhvillimin dhe përmirësimin e statusit social të rinjve, me synim për t'i përgatitur ata si lider të së nesërmes.